Po, sigurisht. Ka dy, si që shikoj unë në mënyrë modeste. Spaku, me gjithë dashamirësinë e shoqërisë shqiptare dhe me gjithë besimin fillestar që ju dha, Spaku fatkeqësisht, gjatë veprimtarisë së vet, ka ceduar në drejtim të mbajtjes së parimeve të së drejtës, të cilat në thelb synojnë të garantojnë një proces të rregullt dhe të drejtë ligjor. Dhe her pas here, Spaku është parë edhe nga mënyra se si është komportuar si një instrument politik, ndoshta edhe pa dashjen e vet, her pas here, por si një instrument politik i qeverisë. Këto dy element, ana juridike dhe ana politike, e bëjnë profesor doktor Sali Berishën ti përdor këto dy koncepte, pra procedurën juridike dhe procedurën politike në funksion të mbajtjes pozicionit të tij dhe të mbrojtjes së tij. Pra, e para, garantimi i një procesi të drejtë është i domosdoshëm të kalojë përmes procedurave standarde juridike. Procedurat në një proces gjyqësor janë themelore për të garantuar më pas gjykimin e drejtë, sepse kur nuk zbaton procedurën dhe prandaj nga pikpamja e jurisprudencës, ajo mbetet një hallk e domosdoshme për të realizuar procesin e rregullt ligjor. Në fakt, profesor, nga ana ligjore, çfarë vlere ka vetë pretendimi i zotit Berisha se njoftimi nuk vlen nëse nuk është dorëzuar personalisht? Për sa kohë nuk është dorëzuar dhe për sa kohë proceduralisht do duhet të ndodhë kështu, ai ka të drejtën të thotë që mua nuk më ka ardhur. Pra këtu që të kuptohemi, doktor Berisha është në një moment të mbrojtjes së tij juridike dhe politike dhe përshfaqjes së tij politike. Kështu që kjo është krejt legjitime që ai ti përdor këto çështje të procedurës në funksion të mbrojtjes së tij dhe këtu s'ka asgjë për tu habitur. Dakor? Ama Spak nuk ka sepse e ka provuar disa herë, nuk ka sepse bie në grackën e moszbatimit të rregullt të procedurave. Se që kur ndodh kjo, tregon që ka një, po them, ose një prepotencë, ose një nënvlerësim të procedurës ligjore dhe që kushdo qoftë personi që është në akuzë, do të shfrytëzoj, çdo avokat në botë do ta shfrytëzoj këtë si një moment negativ në procesin e rregullt ligjor, kështu që nuk ka asgjë për të habitur këtu. Nga ana tjetër është ballafaqimi politik i doktor Berishës, i cili për hir të vërtetës nuk ka mohuar asnjëherë që ai do shkojë në ballafaqim me prokurorinë dhe ka qenë gjithnjë i gatshëm, paktën publikisht kështu është transmetuar, për të folur për çështjen e 21 janarit. Dhe por ka diçka shumë nga pikpamja politike. Her pas here kjo çështje shfaqet në momente delikate politike, më thonë, sepse nuk është hera e parë që është aktivizuar, disa herë është aktivizuar 21 janari dhe vjen si një moment që të lë dyshime për kohën kur aplikohet. Gjithsesi, nuk është për mua themelore është që ai proces të hetohet deri në çdo qelizë dhe kushdo i cili ka përgjegjësinë për vrasjet e 21 janarit duhet të dalë para gjykatës dhe të marrë ndëshkimin që meriton. Profesor, mirë, pyetja e fundit për ta mbyllur. Nuk mund të ketë dilemë. Për t'ju rikthyer asaj që ju thatë, pra që ka dyshime që këto çështje bëhen pikërisht kur ka të tjera çështje për tu trajtuar, sidomos nga ana e Spak, dhe ish kryeministri Berisha ka akuzuar kreun e Spak Altin Dumanin se ka sajuar të gjithë të thirrje pra për të mbuluar nga ana tjetër aferën e tunelit të Llogaras, e cila ashtu si e dim po zihen ditët e fundit. Si e shihni të gjitha këto akuza? Po, për sa kohë momentet caktuara të veprimtarisë së Spakut kanë lënë dyshime për veprimtarinë e opozitës, patjetër që është legjitime që ata ta përdorin politikisht. Që kjo të mos ndodh, pra që kjo të mos vërtetohet, duhet vërtetohet e kundërta. Pra që kjo nuk është e vërtetë, duhet vërtetohet e kundërta.
Kështu që SPAK-u i lind detyrë që të vërtetoj që ato akuza që kanë ngrit, ajo akuzë që është risjell, është akuza e drejtë. Dakor? Sepse Sali Berisha është lider politik. Kushdo lider në botë, patjetër që kur ballafaqohet me drejtësinë, shikoni, raporti midis sistemit të ligjit, pra ligjit dhe politikës, është një raport shumë kimik. Dhe ligji është her pas here instrumenti politikës. Dhe her pas here ka ndodhur dhe ndodh që politika e kontrollon situatën sociale përmes instrumentave ligjore. Ndaj, kjo është një gjë e njohur botërisht, nuk është një gjë e re, por detyra e SPAK-ut është që ato akuza që ngre të mund t'i vërtetoj dhe të mos vazhdojmë, siç po ndodh her pas here, që njëherë hetohen në burg, pasi burgosen me masa sigurie dhe pastaj shkojnë drejt gjykimit. Gjykimi duhet jetë i drejtë, paraprak, i drejtë të garantoj që secili të marrë në mënyrë restitutive dhe jo represive, siç është shfaqur her pas here SPAK-u, një sistem të së drejtës. Ne nuk na intereson një sistem represiv i së drejtës, por jemi pjesë e një sistemi restitutiv përmirësues që kushdo që është i hetuar, i dyshuar për një vepër, t'i vërtetohet vepra dhe pastaj të marrë dënimin e merituar. Kështu që në këtë pikë SPAK-ut i duhet të jap prova reale të vërteta për veprimtarinë e vet. Mirë, profesor, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën. Mirë, ishim me profesorin Alfred Halilaj, u ndalëm ditën e sotme te 4 zhvillime të cilat prekën rajonin, por edhe politikën në vendin tonë, sigurisht edhe botën. U ndalëm tek Serbia, ku 10 donatorë të gjetur në Leposavić kanë ndezur tashmë alarmin dhe Zvezda ka folur për plane terroriste të orkestruara nga Beogradi. U ndalëm tek sanksionet të reja ndaj Rusisë, ku presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka paralajmëruar se Bashkimi Evropian ka nisur lëvizje për një tjetër pako goditëse ndaj Kremlinit. Në pjesën e dytë ndalëm tek Shqipëria, ku në Rama në Bruksel foli për ngrohtësinë edhe buzëqeshjen, ndërsa komisionerja Kostaj quajti Shqipërinë shtëpi e re e Bashkimit Evropian dhe kapitulli i fundit i negociatave hapet, por sfida më e madhe sapo ka filluar për Shqipërinë pra drejt rrugës së integrimit në Bashkimin Evropian. U ndalëm edhe në fund tek fletëtirja e tretë për 21 janarin, e cila i është dorëzuar në dorë, dhe nga ana tjetër ish-kryeministri Berisha ka folur për mashtrim dhe SPAK-un për procedurë. Përplasja sigurisht po shkon drejt një tjetër pike dhe çështja e 21 janarit, por i kthehet më e fortë kësaj here. Me kaq përmbyllim ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e shtunë.